tash pretendimi prokurorisë e dim që edhe për Amushën dhe për Fatmirën ka qenë i tillë për dënime të larta, por ata janë liru të pafajshëm. Kështu që nuk dihet cili ka me qenë vendimi i gjykatës. Po një gjë duhet të jeni të bindur që gjykata nuk mundet me i dënu nëse janë të pafajshëm. Domethënë nuk ndodh në një nivel të tillë gjykatës mu dënue i pafajshëm. Pse thuni Cali u dënu i pafajshëm? Une nuk jam gjykat, po jam i prirur me besu një gjykatët nivelit më të lartë. Ju s'pi besoni gjykatëve të rendit, po më dojtë të nivelit... Edhe një gjykatë që dëgjohen banalitetet, si që përmendi... Po më dojtë që bëj... Ndëgjë, ta shtypon vetë, dhe më thonë, i ka pas 2 shkallë, po më dojtë të dy gjykimet, ju ka zbrit dënime. Tash edhe këtu mundet me ndodhë që ndoshta për shembull në shkollën e parë me i dënu, në shkollën e dytë me i falë, etj, po më dojnë me i liru të pafajshëm. Kjo është një proces i natyrshëm, po më dojnë normal edhe në gjykatat më të larta. Po duhet me ditë një gjë, që të akuzuarit në Hag kanë avokatët më të mirë në botë. Domethënë vetë i kanë zgjedhë. Kjo bilem ka qenë kundër kushtetuese, si tash unë me myt një njeri, mos ma lejojnë, nëse s'kam parë me pagu avokatin më të mirë në botë, ose në më të mirë në Kosovë, shteti nuk më thëtë, ma gjoni avokat cilin do, jo me thonë zgjedhët cilin për dënë. Shteti Kosovës ja ka mundësu, dhe me thonë me gjithë avokat më të mirë në botë për me umbrojë. Deri me tani në pagu 35 milion euro nga ona shtetit Kosovës. Ka pagu be miljarda, ka pagu be për gjykatën speciale. Miljarda ka pagu. Lem të përfundoj se unë s'pengova aty, se nëse tani po flasim gjërat ndjishme edhe ka mundësi keqkuptimi, kështu që mos më ndërprej. Do më thonë, gjdo qytetari Kosovës i ka pagu ka 20 euro për gjepit vetë për avokat, për me mbrojt. Me pas kushtet, besoj që se cili kish pagu ka 200 euro gjithë ditë. Po tani kërkush se kanë dalu, kanë mujtë dykush ka... Po ka i sigur që i kanë pagu ka 20 euro? Po se 35 milion euro. Pas ke logarit. 35 milion euro. Kjo edhe Mucek është përshërsi. Shkjo që apëtu ti Mucek është tipik përshërsi. Përshërsi është që ti po ndërhyn mu kur po flasë. Shkjo është përshërsi. Po përshërsi është me pritë rënën tonë. Kjo qëfar statistike? Armand, ta Zirë përfundon statistik, ka 20 euro, thët janë pagu për Hashim Thaqën e Kadri Veseli. Se cilë qytetari Kosovës i ka pagu. Ko lidhja ja ku? Po që ka lidhje për ty, ka lidhje për mu, ka lidhje për atjetër. Ko lidhje, po leja la i le. Ti kërkush të ka ndalu, ti ke mujtë me shqit shpina dhe me qua. Na jena mbledh me diskutua për dënohet, apo shka shteti as për shka Pritë rodhën tone. Ti ke mujtë me shqit shpin, edhe me shkua me indihmu me që parat. Ke mujtë me kërkush të ka ndalu. Po e ka obligim shteti me mbrojt ata. Shteti e ka bo, ato, unë po flasë që ka bo shteti. Se tu po hedhe në akuzën dhe shteti. Pra konsideroni që shteti ka bërë detyrat e tyre karshi... Naturisht, shteti ka bo, ato këtë që ka posë mundësi. Do më thonë, nuk ka vu kufizime, ka pagu avokatët më të mirë në botë. Tani, përgjësia është individuale. Tu, adhen, u tha, po gjykotu që këja. Nuk po gjykotu që këja. Po gjykohen individ. E qush është e mundur 4 individ, 45 vjetë se cili pako? Për shiko, krimet, a krejt njëti pas kanë bërë krimet? Pyte kryetaren, prokurorën e gjykatës speciale, pyte kryetaren, mësë pyte mu. Pa, ju pëtuni shumë profesionista, po qysh profesionista? Do me thonë, 4... Unë dëgjo, ty nuk të arrok në ti norë. O, jam shumë laike, unë në këtë fushë, është Po në mirë, masi jel laik, na shikon. Do me thonë edhe unë që jam shumë laike në qëtë fushë, nuk po mëjme kuptu qysh 4 vetë, ka 45 vjetë për krimet të ndryshme. Dikuj që s'ja ke mojtë qirin, s'munësh me pretendu as fajtësin. Jo, po s'munësh me pretendu. Katër veta ju bëhet kërkesa për dëgjore. S'munësh me paragjykue. Që të kemi terme ma korrekte, sidomos në një tem të ndishme si që është kjo, profesor. S'munësh me paragjyku as fajtësin, as pa fajtësin. Dhe më thonë, mundemi me diskutu, jo me gjyku. Po na mune me, edhe na po diskutojmë, edhe unë po thamë,
Unë nuk e di ja kanë mutenu, s'kanë mutenu. Pro, veç mos më ndërprej. Po? Se është mirë, unë kam parim me ndëgju edhe në fund, po u mik tema. Se ndëgjuva që the, po akuzohen në individ. Shembull femar. Gjykata speciale thëtë shto. Ushtëria çlirimtare e Kosovës është një ndërmarrje e përbashkët kriminale, a thëtë kështu? Jo. Ka inqizim për këtë sen. Ja, ka dole, veç pak. Ka dole, veç pak. Nuk po i manin atash, kërkush tha, dhe gjë, gjdo kontribut se cilit unë e vlerësaj. Unë edhe sot që kontribon dikush për Kosovën e zë. Thot, por, nëse thot kreret e uqykës, që a thot kreret e uqykës, a thot kështu aja, pajton as pajton. A thot kështu as thot. Apo thot qështu, apo pajton me qëto. Po vëtë fjallë, jo për kreret. Po thot kreret e uqykës. Veç pak, se mos të pengujmë, se adin të një ngritëm dilema. Dhe mon po thot, drejtuesit e uqykës, kreret e uqykës. Sot argumentimin e prokurorit Halling edhe të krye prokurores asoj gruës, e ke ndëgjue, që thot, këta janë themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në prill të vitit 1993. A thot kështu? Po. A thot kështu? Në mund e kanë një akusë që e keni themelu ushtrinë, që ashtu e kanë. Nuk janë veç këta themeluës, se në edhim. Në mund, thot kështu, tash unë po tregoj. Atë paragjykimin a i denujnë ajo, është e vërtet që së në kryujnë paragjykim, edhe jam shumë i bindun që krejt të budallaki, njerëzve të pa lexuar shumë gjyqtarët nuk i ndëgjojnë. Asë në Kosovë që to, e së po flasë për panelin ndërkombëtare. A pëdhen, por, na do të me konë shumë praktik. Kur flasëm për praktika juridike ose për legislacion, unë fuqi, atëherë nëse shkojmë me dënime arbitrare si në mesijet, më i diskutojmë diçka tjetër. Nëse diskutojmë për shtet, po thu shteti, për shtet, nëse Serbia i ka dhonë 180 milion, mu amnistu pe i që aty në krimeve, edhe mi avgju që individ, pe i potenciujmë që janë individ, së përfaqësujnë kur gjë, asu që kënë as institucionet, as shtetin, as kur gjë. Edhe nëse na, ose në këtë rast ti po thëmë, se po kalkulon me 20 euro e 35 milion euro, nëse na i këna dhonë 35 milion euro, edhe nëse janë, mësë mi unë vesh që kjo etiket shtetit Kosovës, a Serbia jep 180 për mi janë vesh edhe mu amnistue, debati du të më zhvillu në rëthona këj tjera. Krejti edhim se ti e profesor. Tash ti, tash ke që më honë edhe që tu po të thujmë profesor, s'po të thujmë. Ja, debatin nuk më e zhvillujmë si kur homë fora në qajture, dikon. Unë po të lasë kur jam unë panelist ju. Pse pe thëmë to? Se unë du mu thirë në diçka. Nëse thirëmi në legislacionin e Kosovës për i kajtë është dërtu gjykata speciale, e dim të gjithë, edhe ligjën për gjykatën speciale, dikush që mërë pjesë panele, duhet me lexu me vëmendje kur të potencon diçka. Për çka është, se edhim se në trupe politike, në trupa politik të Kosovës, në televizionet të Kosovës, edhe sot diskutuhet votimi gjykatës speciale, që plot debate edhe ti ke marrë pjesë, shembull për marrë. Institucionet e Republikës Kosovës edhe udhëhecit e kësaj republike në atë ku e kanë votuar gjykatën speciale për çështjen e trafikimit të organeve, si shka si raportit dikmartit. A pajton me qëto që është ndërtu për qëta? Po e kanë paragjykuar ashtu se teksti gjykatës speciale është u konë tavolinë. Veç pak, tash, na nuk po im sa tekst se ke lexuar as të jasune. Tash, mirë. A je i mendimit si profesor universitar që kjo gjykat është trupe Republikës tonë? Në themeltim, themelim. Po, mirë. Edhe financume për miqve... Dëmon, Kosova nuk jep budget për këtë. Jep budget për mbrojtje, pas një budget tjetër se jep. Lejti ato që ka silën trotuareve. Nuk jep. Tash nëse jep, du të mi qitë faktet. Mirë. Tash, në institucion në Republikës tonë, edhe i ndërtu me panel ndërkombëtar, me të gjitha shkollët, edhe me umbus person, edhe me gjykat kushtetuese, edhe me gjykat shkollës 2 të apelit, edhe me gjykatën themeluare, i ka trupat e vetë,
Qatje, që shikim na krejt institucionet e drejtësisë në Kosovë. Mirë tash, që kjo institucion, kuj ne jep logari, prof. Bashkësisë ndërkombëtare s'pe ja popullit Kosovës. Cilët popull? Dëgjoj. Jo, po, që unë e pajtaj, vetëm thuj, popullit Kosovës i jep logari me qëto. A i ka dhonë logari garancionit të Ministrisë së Brendshme të Policisë me liruan njerëzit në procedurë se na nuk jo. Për çka se ka dhonë logari? Për çka se ka dhonë logari, ka lëzëm te. Masë i pëthu i ka dhonë logari. Për çka gjykata speciale nuk e lëshan, nuk e që duhet për di edhe one, por nuk i jep logari vendit që e ka kryue as institucionet saj. Pe i vju sa osmonit dhejt e te one që të qije. Nuk i jep logari as në institucionin ndërkombëtar, sa ta thujnë është e Kosovës. Apo thujnë qashtu. Po edhe këtu 35 milion që po thuti, nëse Republika e Kosovës i ka dhonë. Jo, unë që i ka dhonë. Jo, po që i ka dhonë. Me pa dhonë 300 milion, a që ndryshu punë? Jo, qëre, unë menoj që edhe me një avokat në posë detyre zyrtore me paslon, institucionet tona, është dosht me marë ofanziv politike kure kam po ndryshimin e rrjedhës gjykatës speciale. A me ndën që është konë obligim shtetënor. Apo obligim sot, ndëgjo, ma s'ko që apunuet për këtë gjykatë. Unë jam shumë i bindur në thash në fillim që këtu budallakina gjystorët nuk i ngojnë, qështë si ngojmë edhe na, as ti si nganë, por para gjykim në denim, apo kalkulim se u kalkulu prof u kalkulu edhe panelistat nështë u konë defekt edhe i mediav që i kanë thirë njerëzit këtu me debatu edhe paneli se ndëgjo, une nuk mund është të shkeqe nuk mundet mu mbyllë që kë emision me një projekt vestemin as tonin këtu. As vestemin së mundet edhe me dollë për i debati mund që shtu shkaj. E tash na pëthujmë, ushtria shërimtore Kosovës, se kënina pëthujmë, na me 17 shkurtin që e kemë, si shkas, e festujmë ditën e pavarësisë Republikës Kosovës. Sot e kemi pos një përvjetër 2 vronve që jenë mytë për protest të paketës presidentit atisorit. Jo, veç pak. Kujna është që kjo shtetë, mbi qka është ndërtuëm, që e drejtojnë institucionet e Republikës. A është mbi paketën atisorit. Po ta është atë paketën e atisorit edhe vendimet e sojna, masi po dënë ashtu, me shit, burni edhe trimni, do të me kop me gjumë bërlëg. Unë po të thëmë, nëse dikush në këtë ven, është i pregadit me bo ato, para tina që e unë. Që të studia po. Nëse dikush në qitë republik, pej presidentje, ja mërmenja, edhe institucioneve të Kosovë, qeverije, ministrije, gjykata, qatë paket të atisorit me bo që shtu dësh, e me gjumë në kontinjerë, se s'po bajka, edhe që këj flamuri që e kjetin gjitun, s'po bajka, se nuk ka simbol, unë po thëmë të të mod vetën.